Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi zhvillimet e fundit teksa bota është rënditur me ndërhyrjen e Donald Trump në Venezuelë, por cili do të jetë efekti i vetë kësaj ndërhyrje edhe në Ballkan apo edhe në rastin e qeverisë shqiptare dhe konkretisht Edi Ramës. Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Islami, si e keni parë ndërhyrjen e Donald Trump në Venezuelë, i cili ka bërë të mundur edhe arrestimin e Nicolas Maduros, dhe nga ana tjetër, a do të ketë efekt kjo goditje amerikane edhe në politikën shqiptare, ku bëhet fjalë shpeshherë edhe për trafik droge apo lidhje me krimin organizuar? Personalisht pres të njëjtën skem, të njëjtën sken, të njëjtën ndërhyrje që ka bërë në Venezuelë, ta bëjë në mes të Tiranës presidenti Trump. Sepse ky Maduro ai është më i egër dhe është më i keq nga ai, se në fundit Maduro për popullin e tij ishte një farë mirëqenie, ndërsa ky po na varfëron për ditë dhe po na vret për ditë. Ky po na shkatërron për ditë. Ky është një sadist që kënaqet duke lodhur me viktimën e tij, kënaqet që i shikon njerëzit që vuajnë, kënaqet që i shikon njerëzit pa ujë, kënaqet që i shikon të uritur, të leckosur, kundërshtarëve të tij u heq njerëzit nga puna, i lë pa bukë për ditën e nesërme. Ky po bën një terror të paparë, si ishte gjë Maduro. Unë i drejtojmë presidentit amerikan nëpërmjet ambasadës amerikane këtu në Tiranë. Jeni të vonuar në lidhje me Maduro në Shqipërisë. Ky është Hitleri i Hitlerëve sot në Shqipëri dhe në botë. Nuk ka më sadist dhe më batakshi njeri që të tjera thot dhe të tjera bën. Ka paturpsin dhe thot që akshi është sukses dhe ka rezultate. Nuk ka të tillë gënjeshtar, të tillë mashtrues, s'ka parë historia, sepse komunistët shqiptar janë dakord që ta kenë këtë në krye dhe pavarësisht se mbeten pa ujë dhe nëse do mbeten edhe pa bukë. Dhe mjafton të kenë njeriu e tyre të partisë tyre në pushtet. Kjo është fatkeqësi e shqiptarëve. Ndaj urgjentisht Shtetet e Bashkuara duhet të ndërhyjnë në radhë parë këtu në Shqipëri. Gjendja është alarmante. Zotëri, gjendja është alarmante. Më keq s'ka ku shkon më. Shikoj në një postim që ka bërë zonja Ira Kurti nga Vlora, me ca pensionistë që lodhin domino atje, dhe njëri prej tyre që mirë ka 900.000 lekë pension, ai zotëria atje, që likte dhe bërtiste si qenin zinxhir kundër kësaj zonjës që po e pyet se i thoshte, a keni ujë të lajni? Sa ditë keni pa u larë? Nuk doni të dini, mjafton të lozin domino atje, të lozin letra që lozin, edhe nuk u pënte përshqipje fare se çfarë ka ndodhur. Atyre miru a bëjnë, pra ta më bëhet qefi, sepse qytetarët e Vlorës nuk ngrihen që ti mbysin me pështym, ata mostra, po rrinë rehat, flon, prandaj atyre miru a bën. Por situata në Shqipëri është një lloj si në Vlorë, është më keq akoma. Nuk ka ku vetëm keq, i nderuar presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do zotit të vinë këto fjalë në vesh. Vurdor në Shqipëri se je shumë i vonuar. Si është e mundur që Edi Rama mbrojti të gjitha aferat e tij korruptive, që nga Balluku, Akshi dhe ajo Ergyes Agasit në konferencën që mbajti në fund vit me gazetarët? Çka ka aty për të pyetur? Ato nuk janë bërë pa dashur, ato i ka planifikuar, i ka realizuar vetë. Patjetër, ajo është vepër e tij, pjellë e tij. Atë do mbroja, nuk diskuton fare këtu, s'ka gjë për të u habitur, as për të pyetur. Jo zotëri, jo. Ai e ka program të ardhur nga qeveria në hije në botë që të shkatërroj dhe të varfëroj dhe të asgjësoj kombin shqiptar, të heqi nga harta e Ballkanit Shqipërinë. Këtë detyrë ka Edi Rama. Ndaj them që është i vonuar operacioni binjak i Venezuelës në Shqipëri. Në mesazhin që dha në konferencën e fundvitit me gazetarët, ju si e keni parë? Ishte një mesazh që adresoi Amerikës, Spakut, kur tha që unë do takoj këtë më doje bardha zemër sa i përket elementëve të botës krimit apo dhe oligarkëve që kanë mbytur Shqipërinë. Kjo tregon që ai ka një mbështetje të fuqishme nga qeveria në hije, nga Rothschildët me shok.
pas ka një mbështetje shumë të fuqishme dhe këtu praktikisht po përballen globalistët me sovranistët dhe objekti i përballjes midis tyre është Shqipëria dhe është ky follëqësira që kemi neve në krye të pushtetit Edi Rama. Ky vetëm politikan nuk është, vetëm qeveritar nuk është, ky është një mashtrues tipik mashtrues nga ata të rrugës, nga ata që lozën me letra ku është që fshehin ato letrat atje dhe vjedhin para të qytetarëve që i gënjejnë se mendojnë se do gjejnë ku fshehur letra me vrim si e kanë atë nuk e di dhe ky nga ata mashtruesësh nuk ka skrupull sepse ka dhe një mbështetje absolute te komunistët e Shqipërisë. Sot në Shqipëri ka vetëm komunist dhe qeveritar, s'ka të tjerë kanë ikur. Deri kur mund ta duroj Donald Trump këtë situatë që është në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor? Për mua shumë po e duron dhe kaj, dhe tani që flasim bashkë. Dhe unë pres nga minuta në minutë që Amerikanët ta marrin atje për leskas atje ku është dhe ta qërojnë të atojnë në Guantanamo. Të pres. A mendoni se mund ta tolerojnë Amerikanët sa i përket lidhjes me krimin organizuar ashtu siç doli edhe nga dosja e SPAK-ut ku Ergyes Agasi priste drejtor, ministra, por edhe deputet të cilët i kishte firmuar në zyrën e tij një nga një? Ergyes Agasi është masha e këtij, vegle e këtij, po pas ka qenë i mençur që i ka regjistruar të tëra pritjet e përcjelljes që ka bërë, të tëra pislliqet që kanë bërë atë brenda, si duket Ergyes Agasi, jo si duket, po praktikisht ka parë që ka bërë para ardhësve të tij dhe ka dokumentuar krimin për ta përdorur tani që kërkohet dhe që do shkojë nesër pas nesër në SPAK. Pra, Ergyes Agasi i ka dalë nga stani, nga shtrunga Edi Ramës, i ka dalë, nuk e beson më, dhe pres që Ergyes Agasi të dalë para drejtësisë dhe të thot edhe me gojë, të deklaroj ato që ka bërë, ato që ka regjistruar, ato që ka pritur e përcjell atje në atë gropën septike që quhet Kryeministri Shqiptare, se është një gropë septike e madhe që po qelp gjithë Evropën edhe Amerikën, jo më Shqipërinë, jo. Pra ajo duhet të asgjësuar ajo gropë septike atje me pronarin e saj Edi Ramën. Dhe shpresoj që se vetëm një shpresë që na ka mbetur jashtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam thënë në mënyrë të përsëritur, që të vinë, të ndërhyjnë, ta qërojnë këtë pislëk që ka zënë Tiranën. A mendoni se SPAK-u do të veprojë edhe më fort tashmë që Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë atë mbështetje ndryshe nga herët e tjera ku tashmë edhe elementë të DEA-s dhe FBI-s gjenden në strukturat e posaçme? Të SPAK-u s'kam asnjë të miliardën e besimit. Kam besim të Amerikanët, po ata po. Dhe nëse ata do t'i vënë në rreth, do të shkonin tani bëni këtë punë, do ta bëjnë. Dhe unë atë pres që të vinë Amerikanët të detyrojnë se po që për atë nipin e babatakut të Spartak Brau së çantës së zezë nga këta mos prisë këta në tërbashk. Pra pres që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vinë të sjellin ultimatum të prerë dhe të fillojnë veprimet, jo me letra e me fjale, me ultimatume. Nuk pyet Edi Rama nga ultimatumet, sepse ka një mbështetje tjetër, tek e cila e mban akoma në pushtet. Dhe ky është Rothschildi me shok. Pra këtu betejë bëhet midis Donald Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qeverisë amerikane, sovranistëve amerikanë, addetarëve shqiptar kundër grupës septike botërore që është janë masonët dhe Illuminati dhe Bilderbergu. Pra kjo luftë bëhet në Shqipëri. A mendoni se SPAK brenda janarit mund të vendos në pranga Belinda Ballukun, duke qenë se më 22 janar gjykata kushtetuese do të shqyrtojnë në seancë të hapur
edhe ankesën e kryeministrit Edi Rama për Belinda Ballukun? E ju thash edhe pak më parë, po e theksoj, nuk pres absolutisht asnjë nga Spaku, pres vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po gjithsesi kërkesën e ka dërguar në kuvend për t'i hapur rrugën arrestimit të Belinda Ballukut. Kush e pyet në kuvend? Ju e shikoni që kuvendi, e kemi thënë përpara, kuvendi, qeveria, kuvendi, presidenca, ministria, bashkia, komuna, këshilltari, patronazhisti, vetëm një në Shqipëri, Edi Rama. Si mendoni ju që Edi Rama do ta japi Ballukun në parlament, po jo çdo të rinë në kuvend, të heqi imunitetin. Absolutisht ata pas atij imuniteti vjedhin. Aty mbahen, aty kapen, sepse kanë bërë ligje që të vjedhin dhe të mos i kap njerit, mos i zënë me dorë drejtësia. Kështu, prandaj duhet që një forcë madhore që quhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës të zhduki me themel. Si mendoni pse Edi Rama nuk ka reaguar deri më tani sa i përket ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Venezuelë, po ka nxjerrë Elisa Spiropalin për të dhënë një deklaratë mbështetje ndaj ndërhyrjes së Donald Trump? Ai nuk del vetë sepse e di që Fati Maduro se pret. Ai e di mirë që bashkë me Maduro do jenë në të njëjtin qelim, mund të jenë bashkë, mund të jenë bashkëvuajtës atje ku do shkojnë, po që do ve atje nuk diskutohet fare. Puna është çështje kohe, kur do vej. Të kjo na hëngri shpirtin, neve kemi kaq kohë. A mendoni se Edi Rama i friksohet shumë dosjes së Charles McGonigal, por edhe lidhjes me luftar Hysajn, i cili rezultoi të kishte lidhje me kartelin Sinaloa, të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vendosin në sanksione? Shiko, tani që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u futën energjikisht në Venezuelë, padyshim që do fillojnë të merren me Sinaloan, e me Sinaloat, e me me Kolumbinë, e me qerat e Uruguaje, Paraguaje, Maraguaje, Brazile, çfarë janë ato, Meksik, do merret se bën Amerika me ato sepse janë bërë rrezik botror. Por karteli kryesor i tyre, dega kryesore e tyre, mbështetja kryesore e tyre në Evropë është Edi Rama. Dhe pa diskutim që për mua, siç e shoh unë, do jetë shumë i shpejt veprimi kundër Edi Ramës në Shqipëri. Do jetë shumë i shpejt, sepse është bërë rrezik botror. Kjo figurë, ky charlatan, ky që nuk gjej epitet i vështirëse këtij çfarëdo që thuash i bëndesh. Ndërkohë ka zëra së fundmi që qarkullojnë se Edi Rama mund të riformulojë qeverinë e tij përgjatë janarit në mënyrë që të shmangë Belinda Ballukun. A ka mundësi ta bëjë gjë të tillë? Jo, nuk do ta bëj, nuk do arri. Nuk do arri ta bëj, nuk do ta lën. Do ndërhyjnë amerikanë forcërisht. Do ndërhyjnë se të bën. Dhe unë shoh që do ndërhyjnë jo duke ardhur vetë, po duke detyruar atë komunistin Braho, atë autorin e ligjit falsifikim intelektual i paparë në historinë shqiptare dhe në dokumentacionin legjislativ shqiptar. Në asnjë kohë të Shqipërisë ai na shpiku termin falsifikim intelektual. Mendoni ju se ai do bëj më matë korba? Jo, më zotëri, jo. Ai është i ti, është 100% i ti, prandaj vurjej. Ore, nuk kalon atje pa hedhur firmën të Edi Rama. Kështu që nuk pres gjë nga Spaku. Thash, e them në përsëritur, e vetmja shpresë është presidenti amerikan dhe FBI-ja. Me DEA, askush tjetër. Po në këtë rast, a nuk është Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke përdorur Spakun si armë sekrete për të goditur gjithë klasën e korruptuar politike në këto 35 vjet? Unë ashtu e pres, dhe ashtu mendoj me 90% ashtu do bëhet. Po ka një 10% që ta të mos e dëgjojnë, të mbështeten tek kabala, tek patronazhistët, tek ata
masonët e botës e tek Bilderbergu, se këta aty e kanë mbështetje, nuk diskutohet jo këta, po gjithë narkotrafikantët e botës aty e kanë mbështetjen, tek Illuminati dhe tek masonët. Pra, ju thash, vemi nga vemi, aty konkludojmë, tek Illuminati, tek qeveria në hije, tek komiteti 300-ve. A do mundet Edi Rama të arri vitin 2027 ku pritet që Shqipëria të mbaj dhe summitin e NATO-s dhe ku do të jetë i ftuar edhe vetë presidenti amerikan Donald Trump? Absolutisht jo. Edi Ramën nuk e zë Marsin në pushtet. Edi Ramën nuk e zë Marsin në pushtet. Do zhduke, do qërohet nga pushteti. Do qërohet sepse ka kaluar çdo lloj imagjinate në vjedhje dhe në grabitje të një populli që e ka katandisur dhe po e vazhdon ditë për ditë me ligje apo safat. Ka përdorur atë akshin tani, nëpërmjet të cilit ndryshon të gjithë se akshit i ka dhënë të gjithë arkivën e hipotekave shqiptare dhe aty ndryshojnë emrat siç do qefi atyre të pronarëve dhe kanë vjedhur me qindra e me mijëra dhe me mijëra hektar tokë të qytetarëve shqiptarë, të cilët akoma nuk e dinë që prona është marrë me letra dhe ata mendojnë se e kanë vetë. Janë marrë pronë, do të ju ka vjedhur Edi Rama. Dhe atë punë po bën ditë për ditë. Zoti Islami, si mendoni çfarë do të ndodhë 22 janar me gjykatën kushtetuese në raport me Belinda Ballukun? Nuk do ta shesi, do ta mbroj. Gjykata kushtetuese do ta mbroj. Gjykata ka 2 masa e 2 qëndrime për çdo gjë. Për çdo gjë. Kam fakte konkrete të cilat nuk kam të drejtë t'i publikoj, sepse duhet marrëdhënie e personit tek i cili është mbajtur një qëndrim i tillë. Një herë votuan 7-0, pastaj votuan 5-4. Po e gjykatë kushtetuese, po e personel, po ata njerëz. Ç'pret nga ata? Pret të jenë serioz. Preti nga Ina Rama, ai ishte agent i sigurimit të shtetit të dalë kundër partisë punës, po mos e diskutojmë zotëri. Prandaj them që asnjë s'pres nga gjykata kushtetuese. Apo mbrohet Edi Rama me gjitha format për qëndruar në pushtet, duke qenë se Belinda Balluku duket tashmë një kockë fort, qoftë për ta lëshuar, po qoftë edhe për ta shkarkuar vetë. Belinda Balluku e ka në dorë Edi Ramën, e ka kastruar. Sepse të tëra pislëqet që ka bërë me urdhër dhe me firmë të tija. Dhe del që Matahari ose Lubia shqiptare, pas ka qenë me të vërtet specialiste, sepse është stërvitur atje nga erdhi, që t'jetë mjeshtre në përdorimin e teknikës dhe teknologjisë së përgjimit dhe të regjistrimit, dhe ajo Edi Rama e ka 100% në dorë. Prandaj Edi Rama bën të pamundur që ta shpëtojë atë, se duke shpëtuar atë shpëton vete. Dhe mos e harroni sënjen e zonjës Balluku që i tha, dëgjoj ti, i tha, nuk do lejoj unë ty, tha, të bësh me mua atë që i bëri babai ju gjyshit tim. I ka thënë të tëra Belinda Balluku me këtë fjali, kush ka më në kokë të shikojë gjykojë. Pra i tërmet Edi Rama. Edi Rama ikën se shejtani nga Temjani nga Belinda Balluku. A mendoni se mund të ketë një moment që Belinda Balluku mund të shpërthej të plas dosjet e forta të politikës, apo mund të ndodh siç ndodhi me rastin e Arben Ahmetaj, që mund të arratiset nga vendi dhe të denoncoj nga jashtë të gjitha aferat korruptive? Tani ajo është në dorë të FBI-s dhe të Byros Kombëtare të Hetimit, nuk do të jashtë. E parë. E dyta, tani tashmë dhe të dal jashtë dhe të rri brenda, ajo që ka pasur për të zbuluar tek vartësit e saj dhe tek puna e saj është zbuluar dhe është në dorë të Spakut. Tani thjesht Spaku nuk do të punoj sepse nuk e lë Edi Rama. Pik! Spaku është dhe tërë Amerikanët e bëm neve. E bën me kë e bën me spionët e sigurimit të shtetit, e bën me komunistët e Shqipërisë, jo do të ri, po të donte të bënte një Spak të mirëfillt, do kishin marrë student
juristë që kanë mbaruar në vende të ndryshme të botës të papërlyer me politikën shqiptare, të thoshin tani, hajde në këtu ligjin e atë ku keni gjerë zyrat e ku keni, vazhdoni punën. Vetëm atëherë do kishte shpresë për spakun, që të mos vareshin nga Edi Rama. Tani ata varet të tërë nga Edi Rama, zotëri, mos shpresoj askush se mund të bëjnë ndonjë gjë. Zoti Islami, po me opozitën, çfarë po ndodh, e cila duket se pret që SBA-ja të veprojë me Edi Ramën ashtu siç veproi me Maduron dhe të vi më pas në pushtet? Opozita njerë do dorëzoj Sali Berishën të Madurot, të Amerikanët, se non grata. Dhe opozita, po e quaj opozitë se me që ma përmend ti si opozitë, unë nuk kam thënë që opozitë në Shqipëri nuk ka. Nuk ka që bëne opozita. Opozita është për vetën ditallë që kanë vjedhur bashkë, kanë bashkë, vjedhin bashkë, mastrojnë bashkë, gënjejnë bashkë, grabisin bashkë. Qa opozite? Po kjo opozitën. S'ka opozitë më zotë vi. Ure i kanë aksionet bashkë në gjitha veprat, në gjitha ndërtimet në Shqipëri. Qoftë me oligarkët, qoftë me tenderat që jepin lart e poshtë. Janë bashkë. Ndërkohë, disa ditë më parë, Agron Shehaj u prit në ambasadën amerikane ku pati një takim me ngarkuar me punë Nancy Van Horn atje dhe më pas pati dhe një njoftim nga ana ambasadës amerikane. Si mendoni, a e ka mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës Agron Shehaj dhe a mund të konsiderohet një element shumë i rëndësishëm i opozitës për të bërë opozitën e dur përballë Edi Ramës? U dha ndonjë deklaratë për shtyp se përse vajti dhe çfarë u bisedua? Për aktualitetin politik në vend. Ishte sqarimi. To janë më ka çunë na me lagoj, nuk them konkretisht çfarë temash. S'ka. Roli i opozitës, situata politike në Shqipëri. Po nuk është dëgjoj. Nuk është opozit Agron Shehaj. Se një është. Po dhe sikur tjetë, ka dhe ai kusuret e tij që ka bashkëpunuar me këto opozit të shkruar sot. Kështu që asnjë nga kjo klasë politike është e pamundur që të marrë pushtet dhe të vazhdojë të qëndrojë pushtet në Shqipëri. Në Shqipëri duhet urgjentisht të shpallen jashtë ligjit në dy partitë e mëdha, domethënë Partia Komuniste e Shqipërisë. Që kanë qenë komunistë, socialistë, demokratë në pushtet, të zhduken nga politika shqiptare. Kjo është zgjidhja e Shqipërisë. Zoti Islami, dhe i pyetja e fundit, si e shikoni vitin 2026 dhe cilat do të jenë ato kokat politikës që do të goditen për t'i hapur rrugën zhvillimit të vendit? Njerë duhet të zhduken nga politika të dy grupet parlamentare të ashtu quajtur PDPS, të zhduken nga politika. Një. E dyta, të demaskohen dhe të denoncojnë patronazhistët e partiçkave që kanë dalë tani opozitare dhe të dalë boja që janë agent dhe struktura të vendosura, janë petët e ardhshme të lakrorit kur thonë në politikë këto partiçka që kanë dalë tani, qoftë ai që buri tezën e tij deputete, që mos u përmendëm se u bëjnë derë. Por janë opozitarë, ata janë opozitarë. Ata mund të jenë gjithçka, po opozitarë jo. Pra, thash, kjo klasë politike pa përjashtim të zhduket nga skena politike shqiptare. Kjo është zgjidhja e Shqipërisë. Në duan Amerikanët të shpëtojë Shqipëria, në duan që të zbatojnë amanetin e lënë nga George Washingtoni dhe të zbatojnë ata amanet të lënë nga presidenti Wilson që tha Shqipëria do mbetet Shqipëri. Po që se këta pasardhës të atyre burrave në Amerikë nuk bëjnë këtë që e kanë amanet nga të partë e tyre, ne jemi të mbarruar se s'kemi që bëjmë, ne jemi shumë pak. Do kthehemi pasaj një popull Palestinë dhe u garantoj këtë, që në qoftë se arrin puna që të shkërmojë që shteti shqiptar, Ballkani atëherë do ndizet plak dhe atëherë nuk do ketë qetësi. Vetëm në Greqi kemi 800.000 vetë. Dhe të gjithë ata shqiptarë që janë në Greqi apo në Itali, kudo që janë, po ta shikojnë që Shqipëria po shpërbëhet në të tillë mënyrë, atëherë ata do t'i ndesin vendet ku jetojnë plak. Dhe nuk u duhet shumë, u duhet një benzinë dhe një çakmak, të bëjnë kryeqytetet na fyt për 10 minuta. Pra këtë presum që shqiptarët i dalën zot vendit.
Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Unë ju falenderoj juve për ftesën. Natën e mirë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.